Mirë se vini, kanalin musliman. Sot, ju sjellim një nga historitë më të frikshme dhe më të mbushura me paralajmërime të treguara ndonjëherë në histori. Kjo është një histori e vërtet, e përmendur në Kuran. Është historia e një populli që besonte në Allahun, por mendonte se mund të luante lojra me të. Kishte një rregull, por ata u përpoqën ta thyenin, duke përdorur lojra mendore. Ata adhuruan, por zemrat e tyre ishin të mbushura me para, jo me frikën e Allahut. Disa prej tyre dhanë paralajmërime. Ata thanë, mos e bëni këtë, por ata nuk dëgjuan, dhe pastaj erdhi fundi i tmerrshëm. Një mëngjes u zgjuan dhe nuk ishin më njerëz. Mos harroni, Allahu është i durueshëm, ai pret, por nuk i ka borxh askujt. Ata që përpiqen të mashtrojnë Allahun, në fund bien në kurthe e tyre. Kjo histori e vërtet ndodhi gjatë kohës së profetit Daud. Është për një grup nga Beni Izraili dhe është plot me mësime. Para se të fillojmë, një kujtesë e vogël. Nëse dëshironi të shihni më shumë përmbajtje si kjo, mos harroni të pajtoheni në kanalin ton dhe të pëlqeni videon. Ne punojmë shumë në këto video, me mbështetjen tuaj, po arrim më shumë e më shumë njerëz çdo ditë. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ju. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Kishte një hije të madhe që po ngrihej mbi bijtë e Izraelit, por kjo hije nuk ishte lindur nga errësira, ishte lindur nga drejtësia. Daud alayhi selam, emri i tij nuk përfaqësonte vetëm një njeri, ai përfaqësonte ndërgjegjen e një epoke të tërë. Sa herë që era frynte butësisht mbi Al-Quds, Jeruzalemin, njerëzit ishin mësuar të dëgjonin zërin e tij në të. Leximi i Zeburit ishte ngdhendur në male, me çdo varg gurët dridheshin dhe madje edhe zogjt nuk i rriheshin krahët. Kishte një sekret në zërin e tij, një sekret nga qielli. Ai nuk ishte vetëm një sundues që jepte komanda, ai ishte i përulur sa të bënte armatimin e tij me duart e tij. Megjithatë, forca e tij ishte aq e madhe sa nëse toka do të çahej në dysh, do të ndalej me komandën e tij. Mbretëria e tij nuk ishte vetëm në Al-Quds, ai sundonte edhe mbi zemra. Gjatë kësaj kohe, bijtë e Izraelit ende mbanin besimin të lënë nga Musa alayhi selam, por me kalimin e kohës, zemrat u lodhën. Çdo bekim bëhet një sprov kur zgjat shumë gjatë, dhe emri i asaj sprove ishte populli i Saptit. Ata jetonin larg nga Al-Quds, pranë detit, rreth viteve 900 para lindjes së Isait. Kurani thot se ata ndodheshin pranë gjirit të Akabës së sotme, por ajo që kishte rëndësi nuk ishte ku jetonin, por si jetonin. Urdhri u ishte dhënë atyre në kohën e Musait alayhi selam. Asnjë punë të shtunën, asnjë peshkim, vetëm adhurim, vetëm dorëzim ndaj Allahut. Nuk ishte thjesht një ditë pushimi, ishte një ditë bindjeje e përkushtuar Allahut. Bijtë e Izraelit e kishin pranuar këtë urdhër dhe premtuan ta ndiqnin, por premtimet bëhen më të lehta me kalimin e kohës. Në disa zemra zhduken plotësisht. Sipas transmetimeve, kjo fis ishte një komunitet i madh peshkatarësh. Mes tyre ishin ata që vërtet përpiqeshin të respektonin shenjtërinë e së shtunës. Por me kalimin e viteve, disa nga njerëzit në atë qytet filluan të shihnin të shtunën si një barë. Her pas here, kur hidhnin në rrjetat e tyre për të peshkuar, nuk vinte asgjë. Her pas here kur përpiqeshin të punonin, rregulli i ndalte. Por një mëngjes, deti ndryshoi. Ajri ishte i njëjtë, valët ishin të njëjta, por tingulli që vinte nga deti ishte ndryshe. Peshqit, sikur kishin bërë një marrëveshje të fshehtë, filluan të shfaqeshin vetëm të shtunave. Luskat e tyre shkëlqyen. Ata kërcenin afër rrjetave, pothuajse të thirrura, por atë ditë prekja e tyre ishte haram. Dhe kështu filloi sprova. Në fakt, Kurani tërheq vëmendjen në këtë histori duke thënë: pyetini ata për qytetin që ishte pranë detit, kur thyen rregullin ditën e Sabatit. Ata madje kishin bërë një premtim ndaj profetit të kohës së tyre, Daudit alayhi selam, se do ta bindeshin këtë rregull. Me kalimin e kohës, kjo sprov do të zbulonte të vërtetën për besimin e tyre. Do të tregonte se kush vërtet ndiqte urdhrin e Allahut dhe kush do të ndiqte dëshirat e tij. Madje edhe nëpërmjet trukeve,
Peshkimi ishte halal në të gjitha ditët e javës përveç të shtunës. Ishte haram vetëm atë një ditë. Në fillim të gjithu përpoqën ta ndiqnin rregullin, por çdo të shtunë, në bregun e detit, të popullit të Saptit, e njëjta skenë përsëritej. Para se dielli të linte, lëvizja fillonte përgjatë bregut. Luskat e shkëlqyera të peshqve do të shfaqeshin në ujë, dhe pastaj deti do të mbushej me peshq. Dhjetra, qindra, mijëra peshq. Ata vinin afër bregut dhe nuk ktheheshin pas, duke kërcyer si krah, gojë hapur, duke i sikur ishin dërguar drejt për drejt nga Allahu, por kapja e tyre ishte haram. Të premten, të dielën dhe pjesën tjetër të javës, ata pothuajse kurrë nuk shfaqeshin. Vetëm të shtunën, deti do të përmbutej me jetë. Ishte një bollëk i tillë që askush nuk e kishte parë më parë, ndërsa njerëzit që ndronin pranë bregut nuk dinin se çfarë të bënin. Disa vetëm shikonin peshqit, disa mbanin kokat dhe qanin, dhe disa që ndronin në heshtje. Kurani e shpjegon këtë qartë. Peshqit u vinin atyre haptas ditën e sabatit të tyre, por jo ditët e tjera. Kështu ne i sprovuam ata, sepse nuk u bindën dhe rebeluan. Kjo ishte një sprov durimi për ata që respektonin rregullin dhe një sprov dëshirash për ata me zemra rebele. Heshtja e ligjit të shtunës nuk zgjati shumë për ata me besim të dobët. Shejtani u erdhi atyre me pëshpëritje. Ai tha: "Ju nuk jeni të ndaluar nga kapja e peshqve, ju jeni të ndaluar vetëm nga ngrënia e tyre atë ditë." Ai ofroi një rrugdalje dinake, një kurt të maskuar si logjik. Vendosni rrjetat të premten në mbrëmje dhe mblidhni peshqit të dielën, as një peshkim të shtunën, apo jo, pra as një rregull i thyer. Kjo ide filloi të përhapej pranë detit. Në fillim, vetëm një njeri e tha, pastaj 3 persona e besuan. Brenda një jave, pothuajse çdo shtëpi po pëshpëriste të njëjtën gjë. Ne nuk po kapim peshqit, ne vetëm po përgatitemi, i hedhim rrjetat të premten në mbrëmje, nuk i prekim ata të shtumen, i mbledhim të dielën. Cili është problemi? Askush nuk po thyen rregullin. Fjalët dukeshin të pafajshme, por era e tyre ishte e keqe, sepse kjo ide nuk erdhi nga zemra të pastra, erdhi nga pëshpëritja e shejtanit, e mbjell thellë brenda tyre. Dhe vërtet, shumë njerëz ranë në të. Ata filluan ta thyenin rregullin, jo haptas, por nëpërmjet trukeve dhe mashtrimit. Ata i hedhnin rrjetat e tyre në det të premten në mbrëmje dhe bënin pishinat e rreme të kurthe përgjatë bregut. Të shtunën, askush nuk i prekte rrjetat ose pishinat, por të gjithë ata që vinin në plazh shihnin qindra peshq duke u munduar në rrjeta. Askush nuk i prekte ata, dhe pastaj të dielën në mëngjes, peshqit tërhiqeshin jashtë. Rrugët ishin plot, tiganët ishin të nxehtë. Të diela ishte bërë të shtuna e re. Gjëja e çuditshme ishte se ata që e bën të herë të parë fituan shumë përfitim. Peshqit që kapën nuk ishin më vetëm për të ngrënë. Ata i shisnin dhe bënin para të mëdha. Ata u pasuruan shumë shpejt, sepse ata ishin të vetmit që mblidhnin peshqit që vinin me bollëk të shtunës. Njerëzit filluan t'i quanin të zgjuar, të mençur dhe të mprehtë. Të tjerët shikonin larg me xhelozi dhe pastaj filluan t'i kopjonin. Ata nuk dukej se thynin rregullin e të shtunës drejt për drejt. Nga jashtë, dukej sikur ishin të tjerë, po bindeshin, por në realitet po thyenin rregullin haram nëpërmjet trukeve. Në një hadith, ky lloj mashtrimi dënohet fort. Profeti tha: "Mos u përpiqni t'i bëni gjërat haram të Allahut të duken halal nëpërmjet trukeve, siç i futët nga koha e Daudit bën." Ndarja e popullit dhe paralajmërimet. Edhe pse ky trik u bë normal mes popullit të Saptit, komuniteti dal nga dal u nda në 3 grupe: fasikët, ata që haptas përdorën trikun dhe thyen rregullin, heshtuesit që nuk than asgjë dhe nuk paralajmëruan askënd, dhe besimtarët që kishin frikë nga Allahu dhe folën kundër mëkatarëve. Grupi besimtar nuk mund të qëndronte në heshtje. Ata ecnin në rrugë duke paralajmëruar të gjithë që shihnin. Ata thanë: "Ju nuk mund të mashtroni urdhrin e Allahut. Ju nuk po kapni peshq, po kapni shpirtin tuaj. Ajo që po bëni nuk është bindje, është një lojë, dhe Allahu nuk i do lojrat.
por deri tani kishte aq shumë përfitim. Shtëpitë ishin plot me ushqim, fytyrat ishin plot buzëqeshje, prandaj paralajmërimet nuk kishin efekt. Dashuria e tyre për para dhe dëshira për kënaqësi i kishte verbuar. Ata filluan të harronin se ajo që po bënin ishte një mëkat i madh. Edhe pse ndryshuan emrin e veprimit të tyre, mëkati mbeti mëkat. Ata qartë po nuk bindeshin urdhrin e Allahut. Ishte rebelimi hapur. Grupi i paralajmëruesve jo vetëm që qëndroi larg peshkimit haram, por paralajmëroi edhe grupin heshtues, duke thënë se vetëm të shikosh dhe të qëndrosh i heshtur nuk ishte e drejtë. Megjithatë, disa nga komuniteti, veçanërisht ata që qëndruan të heshtur, filluan të diskutonin me paralajmëruesit. Kurani e thot kështu: një grup mes tyre tha: pse këshilloni një popull që Allahu do të shkatërrojë ose do të dënojë me një dënim të rëndë? Ky grup heshtues besonte se mëkatarët nuk do të ndryshonin kurrë. Ata mendonin se dhënia e këshillave ishte humbje kohe. Për ta, peshkatarët rebel ishin tashmë të mallkuar. Ata së shpejti do të shkatërroheshin, prandaj pse të shqetësoheshin mëtej duke i paralajmëruar? Por besimtarët që dhanë këshilla u përgjigjen me dy arsye. Ata thanë: në mënyrë që të kemi një justifikim para Zotit ton, dhe ndoshta ata do të friksohen nga Allahu. Me fjalë të tjera, ne japim këshilla që të mund t'i themi Allahut: ne e bëm detyrën tonë. Ne nuk duam të na pyetet pse nuk i paralajmëruat ata kur supozohej se duhej, dhe kush e di, ndoshta ata do të dëgjojnë, ndoshta ata do të friksohen nga dënimi dhe do të kthehen te Allahu. Ne po përpiqemi t'i ndalim, sepse ende kemi shpresë. Në këtë pikë, situata e njerëzve ishte e qartë. Një grup kreu haptas haram dhe refuzoi të dëgjojë. Një grup tjetër besimtarësh vazhdoi të këshillonte aq sa mundën, dhe një grup i tretë humbi shpresë, qëndroi i heshtur dhe vetëm priste. Në trishtim, dietarët e tefsirit thonë se ky grup i tretë dikur kishte paralajmëruar mëkatarët, por dorëzua pasi pa asnjë rezultat. Të padrejtët, nga ana tjetër, injoruan të gjitha këshillat dhe vazhduan të shkojnë më thellë në mëkat. Kurani thotë: kur ata harruan të gjitha paralajmërimet që u ishin dhënë atyre dhe nuk dëgjuan më. Në këtë pikë, këshilla nuk ndihmoi më. Shumica e njerëzve tani po thyenin ligjin çdo të shtunë dhe këmbgulnin në mëkatet e tyre. Duke parë këtë, grupi i besimtarëve paralajmërues kuptuan se dënimi i Allahut ishte afër. Sipas disa transmetimeve, këta njerëz të drejtë ndërtuan një mur për t'u ndarë nga mëkatarët, që dënimi i ardhshëm të mos i përfshinte ata. Ata e preun plotësisht të gjithë kontaktin me të padrejtët dhe pritën që gjykimi i Allahut të vinte. Dhe pastaj, një mëngjes, ata vunë re diçka. Nuk kishte fare tingull që vinte nga fqinjet e tyre rebel pas murit. Dënimi hynor, transformimi në majmun, gjatë kohës së profetit Daud, a.s. Ai ishte profeti, udhëheqësi dhe mbreti i bijve të Izraelit, edhe pse ai sundonte kryesisht nga Al-Quds dhe rrethinat e tij. Ai ishte përgjegjës për të gjitha fiset e Beni Izraelit. Populli i Saptit ishte një nga këto fise. Kur lajmi i rebelimit të tyre kundër rregullit të së shtunës arriti te Daudi, a.s. ai u dha atyre paralajmërime me urdhrin e Allahut. Sipas disa dietarëve të tefsirit, ai ose dërgoi një mesazh të drejtë për drejtë, ose e dha paralajmërimin nëpërmjet lajmtarëve. Por edhe pse populli i Saptit ishte pjesë e komunitetit më të madh, ata nuk dëgjuan. Ata injoruan të gjitha këshillat dhe vazhduan rebelimin e tyre. Si rezultat, me vullnetin e Allahut, ata u dënuan me një mallkim të tmerrshëm. Pas duas së Daudit, a.s., Allahu i ktheu në majmun të mjerë. Kurani thot: kur ata harruan atë që u ishte kujtuar, ne i shpëtuam ata që ndaluan të keqen dhe i dënuam të padrejtët me një dënim të dhemshëm për shkak të mëkateve që kryen. Allahu fillimisht i shpëtoi besimtarët që bën detyrën e tyre. Pastaj dënimi erdhi mbi rebelët, një dënim si asnjë tjetër i parë më parë. Dhe kur ata vazhduan të ishin arrogant dhe këmbgulën të bënin atë që ishte e ndaluar, ne u tham atyre: bëhuni majmun të përçmuar. Në një varg tjetër, Allahu thot: ju sigurisht i dini ata mes jush që thyen ligjin ditën e sabatit.
Ne u tham atyre, bëhuni majmun të përçmuar. Dhe kështu ata u kthyen në majmun, si një dënim i dhëmshëm. Kur erdhi mëngjesi, ata që ndërtuan murin dhe paralajmëruan të tjerët, shikuan pas tij. Nuk kishte më turm njerëzish, vetëm një grup kafshësh të poshtruara. Ai grup krenar që refuzoi ligjin e Allahut, u shkatrua plotësisht, fizikisht dhe shpirtërisht. Në një natë të vetme, librat e tefsirit shpjegojnë se kjo ishte një transformim i vërtet fizik. Kështu mësimi u bë i paharrueshëm. Ibn Abasi, radiallahu anhu, tha: Allahu ndryshoi format e tyre nga njerëz në majmun dhe dera. Disa transmetime thonë se ata u kthyen vetëm në majmun. Sido që t'jetë, ata dikur ishin njerëz dhe u bën kafsh. Ata u lanë në një gjendje të mjerë dhe turpshme. Tmerri i këtij dënimi ishte i paharrueshëm për ata që mbijetuan. Grupi besimtar, ata që i paralajmëruan ata shikuan. Miqtë e tyre të dikurshëm, fqinjët dhe antarët e familjes në formë kafshe. U theu zemrat. Njerëz që dikur i donin, tani ishin kthyer në paralajmërim për të gjithë. Thuhet në transmetime se ata që u kthyen në majmun mbetën gjallë për disa ditë. Gjatë kësaj kohe të shkurtër, ata ecën me trishtim pranë të afruarve të tyre besimtar, që ishin i bindur Allahut dhe ishin shpëtuar nga dënimi. Disa burime thonë se besimtarët i njohën të afruarit e tyre dhe u tronditën. Por majmunët nuk kishin të mendimin normal njerëzor. Ata vetëm qanin dhe bërtisnin. Dhe pas 3 ditësh, të gjithë ata vdiqën me vullnetin e Allahut. Asnjëri nuk jetoi gjatë dhe asnjë nuk la pas fëmijë. Në fakt, në një hadith, i dërguari i Allahut tha se njerëzit që u transformuan në kafsh në të kaluarën nuk kishin pasardhës. Një nga shokët pyeti: O i dërguari i Allahut, a janë majmunët dhe derrat që ekzistojnë sot, ai njëjti popull që u transformua atëherë? Profeti SAVK u përgjigj: Kur Allahu shkatron një popull dhe i transformon në kafsh, ai nuk e lë brezin të vazhdojë. Majmunët dhe derrat që ekzistojnë sot ishin tashmë të pranishëm përpara atij dënimi. Pra kafshët që shohim sot nuk janë pasardhës të popullit të saptit. Ata që u transformuan jetuan vetëm për një kohë të shkurtër si paralajmërim dhe pastaj zhdukën. Fundi i tmerrshëm i popullit të Sabtit përmendet në burimet islame si një paralajmërim i fortë me detaje shtesë të dhëna nga dietarët. Për shembull, mufesiri i famshëm Imami El-Bejdavi tha se edhe grupi që nuk peshkoi, por mbeti i heshtur, duke mos ndaluar mëkatin, gjithashtu u kthye në majmun dhe u shkatërrua bashkë me të tjerët. Kjo pikpamje bazohet në parimin se të qëndruarit i heshtur përballë së keqes mund të bëjë dikë të ndajë dënimin e saj. Në fakt, Kurani thot qartë se vetëm ata që u përpoqën të ndalojnë të keqen u shpëtuan. Kjo tregon se ata që qëndruan të heshtur, edhe pse nuk peshkojnë, nuk u përmendën mes të shpëtuarve. Shumë dietar besojnë se grupi heshtues u shkatërrua gjithashtu. Megjithatë, disa dietar të tjerë thonë se Kurani nuk jep një gjykim të qartë për ta, dhe dënimi i vërtet u drejtua kryesisht atyre që nuk u bindën aktivisht. Historia e popullit të Sabtit është bërë një mësim i qëndrueshëm jo vetëm për brezin e tyre, por për të gjithë ata që erdhën pas. Kurani thot: Pra ne e bëm këtë dënim një paralajmërim për ata që ishin atje në atë kohë dhe për ata që erdhën pas, dhe një kujtesë për ata që kanë takua. Me të vërtetë, ky dënim i ashpër tregon se sa serioz është të injorosh urdhrat e Allahut dhe të përpiqesh t'i bësh gjërat haram të duken halal duke përdorur truke. Nuk ishte vetëm një histori, ishte një paralajmërim që ende na flet neve sot. Në brezat e mëvonshëm, bijtë e Izraelit u kujtuan për këtë fatkeqësi që u kishte ndodhur paraardhësve të tyre. Kurani thot çifutëve: Ju sigurisht i dini ata mes jush që thyen ligjin ditën e Saptit. Kjo tregon se ata ishin plotësisht të vetëdijshëm për këtë histori paralajmëruese nga historia e tyre e shenjtë. Gjithashtu në surën El-Maide, Allahu thot: Ata mes bijve të Izraelit që mohuan, u malkuan nga gjuha e Daudit dhe Isait, birit të Merjemës. Kjo ishte sepse ata nuk u bindën dhe shkuan përtej kufive. Dietarët e tefsirit thonë se njerëzit e malkuar nga gjuha e Daudit, alayhi selam, ishin ata që thyen rregullin e së shtunës. Pra ata konfirmuan se ky ngjarje ndodhi gjatë kohës së Daudit. Sipas transmetimeve, Daudi alayhi selam bëri dua kundër popullit të tij rebel
dhe si rezultat, Allahu i dënoi ata duke i kthyer në majmun. Kjo histori na tregon hap pas hapi se sa herë që njerëzit përpiqen të mashtrojnë urdhrat e Allahut, edhe nëse duket si sukses, në fillim përfundon gjithmonë në shkatrim. Kalimi i kufive të Allahut, veçanërisht duke menduar se mund ta tejkalosh atë me truke, do të çojë në turp në këtë botë dhe në të ardhmen. Allahu dënoi një komunitet të tërë në këtë botë vetëm sepse ata nuk respektuan atë që dukej si një urdhër i vogël. Kjo është një shenjë e qartë se asnjë vepër e rebelimi nuk kalon pa u vënë re nga Allahu. Një tjetër mësim është rëndësia e urdhërimit të mirës dhe ndalimit të keqes. Ata që bën detyrën e tyre u shpëtuan. Ata që qëndruan të heshtur ndanë dënimin. Vargu thot qartë: ne i shpëtuam ata që ndaluan të keqen. Kjo na kujton se nuk duhet të qëndrojmë kurrë të heshtur përballë së keqes në shoqëri. Përndryshe, jo vetëm të padrejtët, por madje edhe heshtuesit mund të vuajnë dënimin në fund. Historia e popullit të Sabdit është një paralajmërim i fuqishëm në Kur'an, jo vetëm për Beni Israelit, por për të gjithë besimtarët. Nëpërmjet kësaj historie, Allahu na paralajmëron të respektojmë urdhrat e Tij, të shmangem rrugët dinake që çojnë në haram dhe të flasim të vërtetën përballë mëkatit, të mos qëndrojmë të heshtur, sepse të gjitha këto gjëra, edhe në këtë botë, mund të çojnë në pasoja serioze. Allahu na ruajt nga fati i popullit të Sabdit dhe na bëft shërbëtor të sinqert, që ndjekin urdhrat e Tij me lazhëri dhe respekt. Nëse doni që ky mesazh të arrijë më shumë njerëz, ju lutem pëlqeni këtë video, pajtohuni në kanal dhe lërini një koment me një dua. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ju. Amin.